Kjo rrugë që lidh pjesën e Islamabadit, kryeqytetit të Pakistanit, me një nga qytetet më të komentuara, një kaos i vërtet në për rrugët rreth e rrotull, është njëkohësisht dhe kthesa e fundit në rrugën nacionale që të lidh me një vend, me një qytet i cili ka mbetur në historinë e Pakistanit, por dhe në historinë e pjesës tjetër të botës, si qyteti ku ndodhi, ku jetonte dhe më pas u ekzekutua një nga njerëzit më të kërkuar të globit, Osama bin Laden. Jam në fakt në zonën ku është kthesa e fundit për Abbottabad, për në qytetin ku Osama bin Laden u eliminua nga forcat amerikane në 1 maj, natën midis 1 dhe 2 maj të vitit 2011 në Pakistan. Në fakt, çfarë rumuje është. Kjo është pjesa e pazarit, pjesa e brendshme. Në fund është kthesa e fundit. Pakistani lëvizin me motorrat vegjël, duhet kaloj dhe ky para se të vazhdoj me lëvizjen. Historia është shumë interesante. Është interesante sepse sot mundësia për shkuar në Abbottabad është 0. Unë tentova të shkoj, ndërkohë shoqëruesi im dhe shoferi po më njoftojnë që nuk mund të kaloj për arsye se e para një, të huajet nuk lejohen të mbrin në Abbottabad, janë të ndaluar të shkelin në zonën e Abbottabadit, e cila tani është një zonë strikte ushtarake, dikur ka qenë vetëm shkolla ushtarake që përgatiste oficerët e Pakistanit, ndërsa sot është një zonë tërë ushtarake. Shtëpia në të cilën jetoj për një kohë pa identifikuar, të paktën asnjë nga ne nuk e di se sa ka qenë, pra ku jetoi Osama bin Ladeni, është shëmbur krejtësisht dhe nuk ekziston më. Është shëmbur për arsye të numrit të madh të turistëve që shkonin për të bërë fotografi ose për ta vizituar. Pakistani nuk do të lërë asnjë shenjë që e lidh me Osama bin Ladenin dhe aktivitetin e tij, edhe pse një gjë shumë interesante. Në Pakistan, pjesa më e madhe e njerëzve që kanë takuar pretendojnë që Osama bin Ladeni nuk është vrarë në Pakistan, por ai ka vdekur në Afganistan nga veshkat, ndërsa aksioni amerikan ka qenë më shumë një aksion, po afrohem tek kthesa, një aksion për të treguar, për të eliminuar një terrorist të rrezikshëm, por që sipas tyre nuk ka qenë Osama bin Ladeni. Natyrisht që ky është versioni i shumë pakistanezëve, por jo i vërteti. Tani po hyj tek kthesa. Kthesa e fundit është në atë urën atje përballë, ura e fundit, por shoferim thotë që nuk mund të kalojnë për arsye të postobllokut forcave policore që nuk lejojnë turistët. Si ndodhi historia e bin Ladenit, eksaktësisht në këtë rrugë që po shihni, shiheni në këtë rrugë. Forcat amerikane identifikonin një person i cili vazhdimisht largohej nga Islamabadi në drejtim të Abbottabadit duke fikur telefonin ose duke e lënë krejtësisht telefonin larg makinës me cilën udhtonte. Personi ishte një person të cilin ata e kishin në vëzhgim, por që befas në një mënyrë krejtësisht të rastësishme, si pasojë e një aksioni në Peshawar, në qytetin që është mbas shtëpisë time, arritën ta identifikojnë si kameramanin personal të Osama bin Ladenit që shfaqej në të gjitha filmimet. Osama bin Ladeni fliste atij me emër, o çfarë rumuje, duke i kërkuar që të merrte filmime të ndryshme të trofeve të Al-Qaedës mbi amerikanët. Me njerë pas kësaj, pra duke lidhur korrierin me emrin e tij dhe me afërsinë që kishte me Osama bin Ladenin, amerikanët u vunë në ndjekje tij. Ata zbuluan që ai shkonte në një shtëpi në afërsi të qytetit Abbottabadit, qytetit ku ngrihet Akademia Ushtarake e Pakistanit, ose akademia më e famshme e ushtrisë 6 më të madhe të botës, dhe ushtrisë një vendi si fuqi nukleare. Zona ishte të jetë e ruajtur, të jetë mbikëqyrur, dhe aty jetonin një pjesë e madhe e oficerëve, pra shtëpitë rreth e rrotull, dhe pedagogëve të shkollës ushtarake. Amerikanët zbuluan që brenda shtëpisë ishin 2 persona që jetonin, por ata pandë një familje të tretë, e cila nuk derdhte plera,
plerat i diqte brenda shtëpisë, nuk kishte asnjë instalim elektronik, asnjë linjë telefoni as me kabël, dhe brenda balkonit të mbyllur shtëpisë vazhdimisht shëtiste një person me një gjatësi të ngjashme me atë të Osama bin Ladenit. Ku çfarë kaosi. Atëherë çfarë ndodhi? Amerikanët vendosën mbas shumë vëzhgime, se po i bie shkurt se historinë mund ta dini, që të ndërhynin në një moment duke besuar se personi ishte Osama bin Laden. Të gjitha vëzhgimet satelitore, por edhe ato në prani, pra fizike, në prani të zonës të çonin në këtë bindje. Ata e ndoqën korrierin vazhdimisht, por nuk ndërhyn asnjëherë. Ai ecte absolutisht nëpër këtë rrugë që është, jo prit një minutë ju e tregoj tamam, ja dhe kthesa, ku thash tek ura është kthesa. Ai lëvizte vazhdimisht nëpër këtë rrugë, pra me një makinë të vogël Suzuki, për të shkuar direkt drejt Abbottabadit. Ja, në këtë rrugë. Amerikanët e ndoqën, rrethuan zonën, e vunat e në vëzhgim dhe vendosën ndërhyn me Delta Force. Ata gjetën edhe planin urbanistik, pra arkitektonik të shtëpisë, dhe sollën një grup nga më të stërviturit të Delta Forces për të stërvitur në zonën e Afganistanit, në kufirin midis Afganistanit dhe Pakistanit, pra Peshawarit në Pakistan. Grupi mbriti aty në mes të prillit të vitit 2011 dhe në mëngjesin midis 1 dhe 2 majit, ata ndërhyn me 2 helikopterë, duke bërë një rrugë të gjatë për të mbritur dhe për të kryer një aksion ku synimi nuk ishte kapja, por eliminimi i Osama bin Ladenit. Ai pati një përcaktim, mori emrin Geronimo, duke pasur pra emrin e njërit prej krerëve të fisëve indiane që luftoi kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës në fund të shekullit të 19. Misioni Delta hyri me gjithë avarinë e prishjes një helikopteri, ata arritën që të eliminojnë kreun e Al-Qaedës brenda shtëpisë, duke eliminuar edhe disa pjesëmarrës tjerë, pothuajse të gjithë burrat, morën trupin e tij dhe u larguan. Forcat e Pakistanit nuk ndërhyn dot dhe për arsye të një ndërhyrje të shefit shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane, i cili i paralajmëroi që asnjë pajisje ushtarake, pra asnjë mjet ushtarak i Pakistanit nuk mund të vijej në punë për arsye se ishin duke kryer një mision ushtarak Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është historia pak a shumë në këtë rrugë, sikur se thash, ekzaktisht në këtë rrugë kaotike, amerikanët arritën të navikojnë atë që quhej korrieri Osama bin Laden. Ai kishte jetuar në një shtëpi menjëherë mbas asaj kthesa, rreth ndoshta 40 kilometra larg nga këtu, menjëherë mbas asaj kthese, duke bërë një jetë të përditshme familja e tij, sepse ai s'dilte si gjithë këta njerëz nëpër këto rrugë të rrëmujshme të njërit prej vendit 5 më të madh të globit dhe një prej vendeve më kaotike, por njëkohësisht dhe më interesante që mund shihni. Kjo ishte historia e njeriut, Osama bin Ladenit, njeriut që u vëra, pra kreut e Al-Qaedës, njeriut që terrorizoi New Yorkun, por që u eliminua në mënyrë spektakolare nga amerikanët eksaktësisht në një zonë rreth 40 kilometra nga këtu. Nga kthesa për Abbottabad, Pakistan.